Në intervistë mbretëslënse me një nga gratë më të suksesshme të komunitetit shqiptar në Chicago, zonjën Suzana Dadevski, pronare e kafe Mirage, nga kryetarja e degës së Chicago, se e ka pyetur atë se kush është Suzana, si do përshkronte veten e saj. Unë kam lindur, jam rritur në Shkup, si shumë shqiptare të tjera, erdha në mërgim në moshë të re, fati më takoi me bashkëshortin tim dhe jam martuar kur isha vetëm 18 vjeçare, shumë tipike për kulturën tonë, të jemi tradicional, të thuash detyrat kryesore të gruas janë mbarvajtja e familjes e fëmijëve. Jo se kjo është e gabuar, madje shumë e rëndësishme, por e ndjeja që doja më shumë se kaq. Kisha ambicie dhe ëndër në vetë, të cilët i bruaja vazhdimisht. Ndërkohë u bëra nën me 4 fëmijë. Çdo ditë inspirohesha nga gratë suksesshme dhe doja të shpërtej edhe unë potencialin tim, nëse kisha dhe prita me padurim të vinte momenti i dur, që të arrini aty ku jeni sot, sigurisht që keni ndeshur në vështirësi të ndryshme, e pyesin. Kur vjen në një vend të huaj, gjëja e parë që do bësh është të ingranohesh në jetën me ritmin e këtushëm dhe Amerika është e vrusme, e jo shaka. Fillova të kërkoj punë zakonshme nëpër supermarketet, më tha, por dëshira ime isha të punoja në aeroport dhe ëndërroja të punoja në Swiss Air, meqense familja ime ishte vendosur prej Zvicrës në Zvicër dhe kjo mendoja se do më jepte mundësinë të shikoja më shpesh ata. E kisha kuptuar që mes njerëzve është të punoj në ambiente ku je i rrethuar prej tyre është diçka që të pëlqente. Pas 11 shtatorit patëm mundësinë të blejmë një shtëpi pikërisht në vendin ku është restoranti, është ndoshta vështirë ta përfitorosh, pasi nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga shtëpia, ne transformuan atë në atë që është sot. Unë kisha një vizion si ta ktheja në restorante, përkoj që aeroportit e nuk më ndava atij qesh, ndoshta sepse emigranti është gjithmonë me kokën pas. A mendoni se keni realizuar çfarë keni dëshiruar në jetë? Jam i kënaqur se çfarë kemi realizuar dhe sa herë kthej kokën, pas ndjej vite e kuptoj sa mirë që u përpoqja të luftova kur ishta shumë e re. Arritja më e rëndësishme nuk është vetëm çfarë kemi arritur për veten, por gjithashtu çfarë bëjmë me të tjerët ku jap oportunitet dikujt përmirësoj jetën e tij.